Shembullin e atyre që u mbyllën në shpellë dhe shembullin e njeriu që e teproi në krime, por megjithatë ja doli që të pendohet dhe të përmirësohet. Edhe ata të parët u mbyllën në shpellë dhe në pashpresë për t'ja dalë, Allahu te bareka ve teala u bëri zgjidhje. Dhe kemi thënë se këto raste janë shumë frymëzuese për neve në shumë aspekte. Po ne kemi përzgjedhur që të përfitojmë nga këto raste në aspektin e zgjidhjes së problemeve tona, e daljes nga krizave, daljes nga telashtë të ndryshme të kësaj dunjaje. Nga se këto rrëfime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur që ne të marrim sim. Këto nuk janë rrëfime që shpalosin faqet historisë çka ka ndodhur të kaluarën, por janë rrëfime që tregojnë se si duhet një musliman me usill, si duhet me u gjin, si duhet me ia dalë e dobi e përfitime tjera të shumta.